Fix fare. Hama, doktor, mi tuaj. Do doja të isha vezir, o vezir ose pasha. Pse? O, pse thot? Kishe një kështu harem tëndin edhe të... Një jacuzzi. Të pusje dorën dhe... Ta kapja një mor. E di, doktor. Nuk i le kur këto karajgjës lëgje. Që të them unë ty se... Quhet humor mi. Më falë. Se ka ndryshim rënjësorë. Shumë. E di, doktor, që ka edhe humorist, ka edhe karajgjës në këtë botë. Pra. Ne do hymë direkt në temë, të gjithë jemi njohur dje me aktin qytetar të deputetit parlamentit shqiptar, zotit Luan Rama, i cili i ndinjuar nga indiferenca shtetërore, si dhe në shenjë solidariteti me mësuesen dhe me nxënësit e shkollës Vasjan, mori përsipër që të paguante nga paga e tij mujore, qiran e shkollës për një vit rresht. Dhe sigurisht që ky lajm është pasqyruar në të gjithë shtypin e shkruar, në të gjitha portalet online. Por ne dje në emisionin Fix Fare kemi denoncuar një skandal të madh të ndodhur në ambientet e QSUT-s, dhe sigurisht që jehon këtij skandali i kanë bërë të gjitha gazetat, madje dhe kolegët e televizioneve të tjera kanë ndërtuar kronika në bazë të skandalit që ne kemi transmetuar në brëm. Gjithashtu, lajmin e gjeje në të gjitha portalet online. Ne i falenderojmë të gjitha mediat, falenderojmë të gjithë kolegët për mbështetjen që na japin. Do na thush një lajm apo jo tash? Dhe pa diskutim, doktor, që nuk ka munguar dhe reagimi i klasës politike. Se kam qef kër e them këta. Wow! Sot është diskutuar... Po! Bravo. Ministri i Shëndetësisë, zoti Ilir Beqa, ka reaguar ndaj rastit që ne kemi transmetuar në brëm. Gjithashtu, rasti, skandali që ne kemi pasqyruar në brëm në emisionin Fix Fare, ka qenë edhe në qendër të Komisionit të Shëndetësisë sot në Kuvendin e Shqipërisë. Të ndjekim pak se çfarë ka ndodhur atje. Kush mban përgjegjësi për humbjen e jetës të qytetarëve shqiptarë? Është trondice ajo që neve kemi dëgjuar te Fix Fare dhe sot është në të gjitha mediat e shkruara dhe në mediat vizive. Pra kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur, jo më larg se dje. Dhe neve e pam brëm emisionin e Fix Fare, unë njohëm të ne me faktin, dhe me njëherë po merren masa për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, për të verifikuar situatën në vend. Duke qenë se ajo i është ofruar ose i është drejtuar më mirë shërbimit të urgjencës, unë dua t'ju bëj me dije që shërbimi i urgjencës ka mjet 24 orë, pavarësisht nga dita e fundjavës apo dita e diel që është ditë pushimi, që kështu, duke qenë se informacionet që vijnë janë pak kontradiktore. Hajde urgjente. Mos e kuptoj një shqip në situatën më burmas më vjen një mjek më vjen një ri për shpirtën anës, nuk di çfarë po bëj na. Te kupton po ikën në juaj s'po më vjen një ri. Po ti sa të them në shpirt. Po tek por do të po më vjen një ri. Wow, që nga ka, nuk e kuptoj dot. Në kam dy cifër janë. Dhe për këtë ministria ka ndërtuar një task force për të zbuluar se si është e vërteta. Zonja Milva, besoj e keni parë. Është me video. Është edhe me zë, edhe me figurë. Kur mjeku i urgjencës i thot skandal se nëna juaj po ikën dhe nuk vjen asnjë mjek për ta shtruar në QSUT. Nuk është çështje e urgjencës, është çështje e QSUT-s. Ku janë mjekët që juve thoni nuk ka mungesa në mjek, nuk ka mungesa në ilaçe? Kush mban përgjegjësi për këtë? Edhe ky rast është një rast që ka vëmendjen tonë, nuk diskutohet kjo gjë. Sigurisht që neve pasqyruam tashmë reagimet që kanë ardhur direkt pas prezantimit të skandalit në QSUT, por shtypi i shkruar nuk merret vetëm me skandale. Jo. Merret edhe me super skandale. Merret me Bluetooth. Merret edhe me mega skandale. Merret edhe me thashe theme, ç'të të them, gjitha i kanë. Merret me geja. Me thashe theme, mega. O doktor, më dëgjoj doktor. Ti e di që nuk të ngjoj mirë me zemër shke. Gazeta shqiptare. Po. Meta kërkon impulse të reja në qeveri, Rama s'ka ndryshime. Më rafti pik më rafti. Pra, doktor! Një pik më rafti. Që të kuptoj... Me më rafti 2 pika mu më fund.
Që të kuptojmë thelbin, doktor. Kush është thelbi? Meta ka kërkuar impulse të reja në qeveri, se... Atëre marrë me elektroshokun? Po ta kesh vënë re dhe nuk e ka shumë gabim, madje ka të drejtë se si e zvargur kjo qeveria. Si e zverdur? është një qikë shumë... Ka atencioni, edhe shekeri. Normalisht që ka nevoj për adrenalin, ka nevoj për impulse, doktor. Rama, deklaratës së Metës, i përgjigjet me s'ka ndryshime. Fare? Po sigur s'ka folur Meta për ndryshime, për impulse, ka folur. Impulse, qëri e ka? Ma shpjego pak, si e kupton ti këta? A janë bashkë apo jo? Po bashkë pra bashkë. Po qa dung të impulse? Dhe ku nuk e ka kuptuar kryeministri dhe i ku ta kuptoj unë, shumë e në muje. Kështu që duhet ta kuptoj kryeministri. Jo, më merë në Nuk muju. janë askode më, po ku di unë nuk... Shtë të them, doktor? Shtë të them. Shtë të thome, shtë të modojisë. Dhe kemi gazetën sot. Ha njerë. Gazeta sot. Kreu i PD së lushnjes. 2 pika. Ere, unë më rëndi pike. Ere. Qa keni s'do të n'gjosh ti mure? N'gjojnë që n'gjojnë. Ta i ledzoj si, t'keqen O, po që që beune, muzga të moj, zotrotin e 2 pika ka thënë kreu PD-s lushnjes. Qa thote? Deputet dhe ish ministra të PD lan gratë. Qa e? Për zotin e re. Qa e? Qarë dhejti e? Ka lan gratë re. Edhe që në bere? Prit. Dhe morën dashnoret. Qa e? Prit re. Sa po i bëri Berisha me lek. Tu ka drejte. Qa thue re. Pse re? Deri djes kishin e? U be me legre. Se leku e jetë për pjetëre? Gjo këtu të re. Lepër, po më pa dhengër duaj, tha. Se mos u merë këshu me aludime katë të re. Lepër, tha, po më pa dhengër. Nuk kemi thene këshu re. E thot, kreu i PD-s lushnjes. O, shumë kujtove. Kreu i PD-s lushnjes. Edhe e ka thënë të gazeta sot aji. Nuk e ka thënë këshu katë më katë re. O, jo këtu e, mo më bodhise. Po pse nuk kishin, kur s'kishin lek ashtu gjerash se ja kemi arruar si thonemi qa janë këtore. Qa janë këtore, se ti i njefre. Qupa qure. Qupa, po pse i thot dashnore re? Kote lafe. Qak, si janë berë bosa. Hetë keshen, e pjote shokja. U ta themerim se njët. Here. Ore, si vishe sekretar atende, tha. Vishe shpejt, tha. Hetë keshen. Leku hedhe dhe doktorin për pjetëre. Atë tjeje në dyre. E shejtange. Zdim gjanga këta gjera, ne jemi. Ne pshesh hajmëre. Publicitet.